Fitore e vuajtur, por në fund Tirana qëndron. Fjalët e para. Tashi, për si shkoj loja, jena shumë të lumtur që shpëtum një sezon me plot vështirësi. Shpesh herë ka thënë edhe trajneri që kemi pas mundësi shumë për më tepër, por kështu shkoj ky vit, shiqyr të paktën që qëndruam në Super League, edhe ju kërkojmë shumë falje tifozave, cilët meritojnë shumë më shumë, dhe ju premtojmë që vitin tjetër do shikojnë një Tiranë krejt ndryshe. Nëse ktheheni pas në kohë, mendoni që Tirana ndoshta nuk do të ishte për kjo ndeshje shtesë apo kishte shpëtuar? Patjetër, sepse kemi falë shumë pikë. Gjatë gjithë vitit e kemi pas lojë në dorë, kemi falë shumë pikë dhe kjo edhe për gabimet tona, shpesh herë edhe fati s'na ka ndihmuar, por që kështu ka ndodhur, çfarë do bëjmë? Tash mendojmë për më mirë dhe për përpara. Përballë një ekipi të kategorisë parë, mendoni kaq është vështirë sot? Me thënë drejtën, duke qenë se është një ndeshje teke dhe presioni normalisht që është te ne, sepse ato nuk kanë çfarë të humbin. Tashi unë mendoj që gjitha ekipet, si të kategorisë parë, si të Superligës, futbolli është bën shumë i vështirë, gjithë luajnë futboll, gjithë vendosin mirë taktikisht, edhe futbollistët e Pogradecit nuk janë futbollistë kategorisë parë, janë futbollistë që mund të luajnë edhe në Super League, kanë qenë në Super League, edhe normalisht që do ishte ndeshje shumë e vështirë. Faleminderit.